Kur zemra zgjodhi ndryshe nga tradita. Nuk e mendova kur se një ditë do ta shkruaja këtë histori. Jo sepse është e pazakont, por sepse është e dhimbshme në mënyrën më të heshtur të mundshme. Dhimbje që nuk bërtet, nuk qa me zë të lartë, por të rimbi shpatulla çdo mëngjes kur zgjohesh dhe çdo mbrëmje kur shkon në shtrat. Mora për nuse një franceze me 2 vajza nga martesa e saj e parë. Dhe që nga ajo ditë mamaja ime nuk më flet më. Gjithçka filloi shumë më thjesht nga sa duket sot. Një njohje e zakonshme, po thuajse banale për kohën ku jetojmë. Unë, një djalë shqiptar, rritur me zakone të forta, me një nënë që e kishte jetën të thurur rreth fjalës familje, dhe ajo një grua franceze e pavarur, e lodhur nga një martesë që nuk funksionoi, por e fort mjaftueshëm për të vazhduar përpara, me 2 vajza që ishin bota e saj. Nuk ishte dashuri me shikim të parë. Ishte diçka më e ngadalt, më njerëzore. Biseda të gjata, dallime kulturore që herë na bënin të qeshni me herë na lodhnin. Por gjithmonë kishte respekt. Më pëlqeu mënyra si fliste pa frikë, si shihte vajzat e saj me një përzierje lodhje dhe adhurimi absolut. Nuk kërkonte shpëtim. Nuk kërkonte një burr që ta merrte për dorë. Kërkonte partneritet. Kur e kuptova se po dashurohesha, mendova për nënën time. Jo sepse kisha frikë prej saj, por sepse e njihja. E dija që kjo nuk do të ishte e lehtë. Në sytë e saj nusja ideale kishte një formë shumë të qartë. Shqiptare pa fëmijë e re, e rritur siç duhet, e gatshme të hynte në shtëpi dhe të përshtatej. Një grua që do të bëhej pjesë e familjes, jo një botë më vete. E shtyva bisedën sa munda. Çdo herë që mamaja më pyeste, a ke ndonjë vajzë, unë përgjigjesha me gjysmë të vërteta, me buzëqeshje që fshehnin pasiguri, sepse thellë brenda e dija. Sa po ta thosha të vërtetën, diçka do të thyhej. Dhe u thye. E mbaj mend ditën kur ja thash. Ishim ulur në kuzhinë. Ajo po pastronte perime, duart i lëviznin mekanikisht, si gjithmonë. Zëri i mu drodh pak, edhe pse u përpoqa të dukesha i qetë. I thash që kisha njohur dik seriozisht. Ajo buzëqeshi lehtë. Pastaj i thash që ishte franceze. Buzëqeshja u ngrir. Pastaj i thash që kishte 2 vajza. Heshtje. Një heshtje që nuk ishte thjesht mungesë fjalësh, por një mur që u ngrit mes nesh. Ajo uli thikën, më pa drejte në sy dhe tha vetëm një fjali. Ti po e shkatëron jetën tënde. Nuk bërtiti. Nuk qau. Dhe kjo ishte më e keqja, sepse në atë qetësi kishte dënim. U përpoqa t'i shpjegoja. I fola për gruan që doja, për mënyrën si më bënte të ndihesha, për faktin që fëmijët nuk janë barë, por njerëz me histori, me plagë që nuk i kanë zgjedhur vetë. I thash që nuk po kërkoja leje, por mirë kuptim. Ajo tunte kokën ngadalë, si dikush që dëgjon një fëmijë të flas për një ëndër të pamundur. Pastaj tha fjalët që më goditën më fort se çdo sharje. Unë nuk e njoh këtë djalë. Që nga ajo ditë, marrëdhënia jon ndryshoi rrënjësisht. Telefonatat u ralluan. Vizitat u bën të ftohta, formale. Nuk pyeste më për mua si më parë. Nuk pyeste kur për të. As për vajzat. Ishte sikur ajo pjesë e jetës sime nuk ekzistonte. Kur u martuam, e ftova. Jo sepse prisja që gjithçka të rregullohej magjikisht, por sepse ishte nëna ime. Erdi, ul, u ngrit, u largua. Asnjë përqafim, asnjë urim i vërtet, vetëm një prani fizike, pa shpirt. Gruaja ime e ndjeu menjëherë. Nuk tha asgjë, asnjëherë nuk u ankua. Por unë e shihja në sytë e saj atë lloj dhimbjeje që vjen kur kupton se nuk je mirëpritur. Vajzat ishin të vogla, por edhe fëmijët ndjejnë ftohtësinë. Ndjejnë kur dikush nuk i do aty. Më dhemte për to, sepse ato nuk kishin asnjë faj. Dhe megjithatë, në një mënyrë të heshtur, u bën arsyeja pse nëna ime më mbylli derën e zemrës. Netët ishin më të vështirat. Gruaja ime flinte, vajzat gjithashtu, dhe unë rija zgjuar duke menduar. A bëra zgjedhjen e duhur? A është dashuria e mjaftueshme kur përballë ke traditën, pritshmëritë, sakrificat e një nëne që të rriti, por pastaj kujtoja ditët e zakonshme. Mëngjeset ku vajzat vinin e më përqafonin pa interes. Momentet kur gruaja ime më shihte jo si shpëtimtar, por si njeri. Dhe kuptoja, kjo ishte jeta ime tani. Jo ajo që të tjerët kishin projektuar për mua. Mamaja nuk më flet. Dhe kjo fjali, sa herë e them, më duket e pabesueshme. Sepse është nëna ime. Gruaja që më mësoi të flas, të ec, të dalloj të mirën nga e keqja. Dhe megjithatë sot, zgjedhja ime për të dashur dikjash kornizës së saj, më kushtoi zërin e saj. Nuk e urrej.
Nuk jam i zemëruar. Jam thjesht i lodhur nga kjo luftë e padukshme mes asaj që jam dhe asaj që pritej të isha. Dhe ndoshta kjo është dhimbja më e madhe. Të zgjedhësh lumturinë tënde, por ta paguash me heshtjen e njeriut që të solli në jetë. Kjo është vetëm fillimi, sepse historia nuk mbaron me martesën. Ajo sapo ka filluar. Jeta pas martesës, kur dashuria testohet nga gjërat që nuk thuhen. Martesa nuk i rregulloi gjërat, përkundrazi i bëri më të dukshme. Kur mbaroi ceremonia dhe u kthyen të gjithë në jetët e tyre, unë mbeta mes dy botëve që nuk donin të takoheshin kurrë. Nga njëra anë, familja ime, rrënjët e mia, nëna ime me heshtjen e saj të rëndë. Nga ana tjetër, gruaja ime, dy vajzat e saj, një familje e re që po përpiqej të ndërtohej mbi një tokë jo gjithmonë të butë. Ditët e para pas martesës ishin të çuditshme. Jo për shkak të gruas sime, ajo ishte e njëjta, e qetë, e përkushtuar e drejtë. Por unë isha ndryshe. E ndjeja veten fajtor për një gjë që nuk dija si ta emërtoja. Fajtor që isha i lumtur. Fajtor që buzëqesha në shtëpinë time, ndërkohë që diku tjetër në shtëpinë ku u rrita mbretëronte ftohtësia. Mamaja nuk më telefononte. Kur e merrja unë, fliste shkurt. Si je? Mirë. Si po kalon? Si gjithë? Asnjëherë nuk përmendte gruan time. As vajzat, as jetën time të re. Ishte sikur ajo pjesë ishte fshirë me gomë. Gruaja ime e kuptoi shpejt që diçka nuk shkonte. Nuk ishte naive. Nuk e pyeta kur drejt për drejt, por një mbrëmje teksa po rregullonim kuzhinën, më tha qetë. Nuk jam e pranuar, apo jo? Nuk dija çfarë t'i thosha, sepse çdo fjalë do të ishte ose gënjeshtër, ose e dhimbshme. Heshta për disa sekonda dhe ajo e kuptoi përgjigjen. Nuk u zemërua. Nuk qau. Vetëm uli kokën dhe vazhdoi punën. Dhe kjo më dhembi më shumë se çdo skenë dramatike. Vajzat ishin drita e shtëpisë. Ato sillnin zhurmë, pyetje, rrëmuj, por edhe jetë. Njëra ishte më e qetë, më e mbyllur, si dikush që ka mësuar të vëzhgoj para se të besoj. Tjetra ishte më e hapur, më e gjallë, por me shpërthime emocionale që vinin papritur. Shenja të qarta të një ndarjeje që i kishte lënë gjurmë. Unë nuk u përpoqa të zëvendësoja baban e tyre. Nuk ishte vendi im. U përpoqa vetëm të isha i qëndrueshëm. Të jem aty, të mos largohem, të mos bërtas, të mos zhdukem kur gjërat bëhen të vështira. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, ato filluan të më besonin. Ironia ishte kjo. Unë po ndërtoja një marrëdhënie të shëndetshme me dy fëmijë që nuk ishin të mit biologjikisht, ndërkohë që marrëdhënia ime me nënën time po shuhej. Si një zjarr që nuk ushqehet më. Familja ime e zgjeruar nuk ndihmoi. Fjalët filluan të vinin, herë drejt për drejt, herë nëpërmjet të tjerëve. Po pse more një grua me fëmijë? Ti s'do të kesh kur fëmijë të tut. A e di sa e vështirë është? Po mamaja jote, çfarë thot? Çdo pyetje ishte një gjilpër e vogël. Nuk më vrisnin me një herë, por më lodhnin. Më bënin të dyshoja jo tek zgjedhja ime, por tek forca ime për ta mbajtur atë zgjedhje. Mamaja vazhdonte të heshte, dhe heshtja e saj nuk ishte pasive. Ishte një lloj ndëshkimi, një mënyrë për të thënë, nëse nuk jeton siç dua unë, nuk ekziston për mua. Dhe kjo ishte e rëndë për ta pranuar. Një ditë vendosa të shkoja ta takoja pa paralajmërim. U nisa me një lloj shprese naive se ndoshta, ball për ball, diçka do të zbutet. Kur hapa derën, më priti ftohtë. Jo armiqësisht, por larg. U ulëm, folëm për gjëra sipërfaqësore. Moti, shëndeti, të njohurit. Pastaj mora frymthell dhe i thash, ti nuk e njeh jetën time, nuk e njeh gruan time, nuk i njeh fëmijët që jetojnë me mua. Ajo më pa dhe tha, nuk kam pse ti njoh. Ajo fjali më shkatërroi, sepse nuk ishte inat, ishte bindje. Një mur i ndërtuar mbi frikë, mbi paragjykim, mbi një ide të ngurtë se çfarë është e drejtë dhe çfarë jo. I thash që nuk po i kërkoja ta donte menjëherë, vetëm ta respektonte, të më respektonte mua. Ajo mu përgjigj, respekti nuk vjen kur bën gjëra që më turpërojnë. Thur, kjo ishte fjala. Unë ngrita dhe ika, jo me zhurmë, jo me dram, thjesht ika, dhe ndërsa ecja kuptova diçka të dhimbshme. Nuk mund të luftoja më për dy fronte njëkohësisht, nuk mund të ndërtoja një familje të re. Duke u përpjekur vazhdimisht të shpëtoja një marrëdhënie që po refuzonte të shpëtohej. Në shtëpi, gruaja ime e kuptoi që diçka kishte ndodhur. Nuk më pyeti me njëherë, më la kohë.
Dhe kjo ishte një nga arsyet pse e doja. Nuk më shtypte me pyetje. Më jepte hapësirë të jemi thyer. Kur I tregova, ajo më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. Unë nuk dua të jem arsyeja pse ti humb nënën tënde, por nuk mund të jem as arsyeja pse ti humb veten. Aty e kuptova që zgjedhja ime nuk ishte me saj dhe nënës sime. Zgjedhja ishte mes jetës që po ndërtoja me ndershmëri dhe një jete që do ta jetoja për të kënaqur të tjerët, duke u zbrazur nga brenda. Vajzat filluan të më thërrisnin për gjëra të vogla, të më kërkonin ndihmë për detyrat, të më tregonin çfarë u kishte ndodhur në shkollë. Njëra herë më e vogla më tha: "Ti nuk ikën si të tjerët." Nuk e di nëse e kuptonte sa e rënd ishte ajo fjali, por për mua ishte një betim I heshtur. Nuk do të ikja. Mamaja vazhdonte të mos fliste. Dhe unë për herë të parë pushova së luturi për një ndryshim. Jo sepse nuk më dhemte, por sepse kuptova që nuk mund ta detyroja askën të më pranonte ashtu siç jam. Jeta vazhdoi, me vështirësi, me momente dyshimi, por edhe me shumë ngrohtësi të vogël. Një darkë familjare, një përqafim I papritur, një faleminderit I sinqert nga gruaja ime, një vizatim nga vajzat. Dhe ngadalë fillova të kuptoj një të vërtet që nuk ta thot askush. Ndonjëherë, për të qenë një bir I mirë, duhet të jesh fillimisht një burr I ndershëm me veten. Historia nuk ka mbaruar. Ka ende plag, ka ende heshtje, por ka edhe diçka tjetër tani, qartësi. Kur heshtja fillon të flas, ka një moment në jetë kur pushon së pyeturi, pse dhe fillon të jetosh me kështu është. Për mua, ai moment erdhi jo me një zhurmë të madhe, por me një lodhje të thellë. Lodhje nga pritja që nëna ime të ndryshonte. Lodhje nga shpresa se një ditë do të zgjohej dhe do të thoshte: "E pranova." Sepse e vërteta është kjo. Pritja gjatë bëhet më e dhimbshme se refuzimi vet. Mamaja vazhdonte të mos më fliste, por heshtja e saj tani kishte marrë një formë tjetër. Nuk ishte më e ashpër, ishte e ftohtë. Si akull që nuk të djeg me njëherë, por të mpin. Ditëlindja ime kaloi pa një mesazh. Festat po ashtu. Në fillim I numëroja ditët, pastaj pushova së numëruari. Kur njeriu pushon së pritur, fillon të mbjetoj. Në shtëpi jeta vazhdonte. Jo perfekte, por reale. Vajzat po rriteshin. Njëra filloi adoleshencën me gjithë vështirësitë e saj. Pyetje të forta, shpërthime emocionale, mbyllje në vetvete. Tjetra kërkonte siguri, kërkonte rutinë, kërkonte prova të vogla që bota nuk do t'i rrëzohej sërish. Dhe unë isha aty. Jo si hero, si njeri. Një mbrëmje, ndërsa po rinim në tavolinë, e madhja më pyeti papritur: "Pse gjyshja jote nuk na do?" Pyetje e thjeshtë, goditje e fortë. Nuk kishte asnjë mënyrë për ta zbukuruar. Nuk mund t'i flisja për paragjykime, për tradita, për frikëra të një brezi tjetër. I thash vetëm: "Ndonjëherë njerëzit kanë frikë nga ajo që nuk e njohin." Ajo nuk foli më, por sytë e saj e mbajtën atë përgjigje si diçka që do ta mendonte gjatë. Dhe aty e kuptova. Edhe heshtja e nënës sime po linte gjurmë të fëmijë që nuk kishin asnjë faj. Gruaja ime ishte shtylla, jo sepse ishte gjithmonë e fortë, por sepse ishte e ndershme. Kishte ditë kur më thoshte: "Më dhem që nuk jam e pranuar." Dhe kishte ditë kur më thoshte: "Nëse një ditë ajo ndryshon, unë jam gati të provoj." Kjo më mësoi diçka të madhe. Falja nuk është dobësi, është gatishmëri, por falja nuk mund të vijë vetëm nga njëra anë. Pastaj ndodhi diçka që nuk e prisja. Një pasdite mora një telefonat nga një afërme. Zëri I saj ishte ndryshe, më I rënd. Mamaja kishte pasur një problem shëndetësor. Jo diçka fatale, por mjaftueshëm serioze për ta trembur. Zemra më ra. Të gjitha fjalët e pathëna, të gjitha heshtjet, më ran mbi shpinë një herësh. Shkova me një herë. Kur hyra në dhomën e saj, ajo më pa. Sytë e saj nuk kishin më atë ashpërsinë e mëparshme. Ishin të lodhur, të friksuar. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo nuk u kthye nga ana tjetër. U ula pranë saj. Nuk fola me një herë. As ajo. Heshtja ishte ndryshe këtë herë. Nuk ishte mur, ishte boshëllëk. Pas disa minutash, ajo tha me zë të ulët: "Unë mendova se do të më humbisje." Kaq. Asnjë akuzë, asnjë justifikim, vetëm frikë. Dhe aty për herë të parë e pash nënën time jo si autoritet, por si njeri. Si grua që kishte frikë se po e humbte djalin e saj, botën e saj të vogël. I thash të vërtetën. Pa inat, pa mbrojtje. I thash që nuk po e humbte.
por as nuk mund të jeton të jetën time për mua. I thash që gruaja ime dhe vajzat nuk ishin kërcënim, ishin realiteti im, dhe që refuzimi i tyre ishte refuzimi një pjesë të imes. Ajo nuk u përgjigj me njëherë, lotët i rëshitën ngadalë, dhe tha diçka që nuk e prisja. Nuk di si. Ndoshta ky ishte qelësi. Jo vullneti i keq, por paaftësia për të ndryshuar, për të pranuar një botë që nuk përputhej me atë që kishte mësuar gjithë jetën. Nuk u pajtuam atë ditë, nuk pati përqafime as premtime, por diçka u çlirova, sepse për herë të parë kishte një qarje në mur. Kur u ktheva në shtëpi, u ula me gruan time dhe i tregova gjithçka. Ajo dëgjoi, pa më ndërprer. Pastaj tha, edhe një hap i vogël është hap. Dhe kishte të drejtë. Mamaja ende nuk më flet si më parë. Ende nuk telefonon shpesh. Ende nuk ka ardhur në shtëpinë tonë. Por tani ndonjëherë pyet, si janë vajzat? Dhe kjo pyetje, sado e vogël, është një dritë. Jo sepse fshin dhimbjen e kaluar, por sepse tregon që heshtja nuk ishte fundi. Kjo histori nuk ka një fund perfekt, nuk ka fitues dhe humbës. Ka vetëm njerëz që mësojnë ngadalë me dhimbje se dashuria nuk është gjithmonë e lehtë dhe pranimi nuk vjen gjithmonë kur e duam. Por nëse ka një gjë që ka mësuar, është kjo. Familja nuk është vetëm ajo ku lind, është edhe ajo që ndërton çdo ditë me durim, me ndershmëri dhe me guxim. Dhe ndonjëherë, për ta mbajtur familjen gjallë, duhet të pranosh që ajo të ndryshoj formë. Pas disa vitesh, kur koha bën atë që fjalët nuk munden, koha kalon ndryshe kur pushon së luftuari me të. Nuk e vërem me njëherë, por një ditë zgjohet dhe kupton se plagët nuk janë më të hapura. Janë aty, po, por nuk kullojnë më. Janë bërë pjesë e historisë sate, jo e dhimbjes së përditshme. Kanë kaluar disa vite që nga ajo ditë kur mora për nuse një grua që nuk përputhej me ëndrrën e nënës sime. Disa vite që nga heshtja, ftohtësia, ndarja e padukshme mes meje dhe saj. Dhe sot, kur shikoj pas, e kuptoj. Asgjë nuk u zgjidh shpejt, por shumë gjëra u transformuan ngadalë. Vajzat tani janë më të mëdha. Nuk janë më fëmijë të vegjël që kërkojnë vetëm siguri. Janë adoleshente me mendime të forta, me qëndrime, me pyetje që nuk i shmang dot. Më thërasin me emër, jo babi, por mënyra si më flasin e si më kërkojnë mendime bën fjalën të parëndësishme. Respekti është aty, besimi është aty, dhe kjo vlen më shumë se çdo titull. Një herë e madhja më tha, ti je i vetmi burr që ka qëndruar gjithmonë. Nuk e di nëse ajo e kupton të peshën e asaj fjalie, por unë po, sepse nuk ishte lavdërim, ishte dëshmi, dhe ajo dëshmi më shëroi shumë plagë që nuk ja kisha thënë askujt. Gruaja ime ka ndryshuar gjithashtu, jo në thelb, por në qetësi, nuk e ndjen më veten si e huaj në jetën time. Ka ndërtuar vendin e saj pa e kërkuar me forcë, dhe kjo e ka bërë më të fortë. Ajo nuk më pyet më shpesh për nënën time. Jo sepse nuk i intereson, por sepse ka kuptuar që disa gjëra nuk duhen shtyrë. Duhet u lihet kohë. Mamaja është historia më e ndërlikuar. Nuk mund të them që u bë gjithçka si më parë. Jo, nuk ka kthim mbrapa. Ka vetëm ecje përpara me kujdes. Ajo ende nuk vjen shpesh në shtëpinë tonë. Ende ka një distancë, por nuk është marrë miqësi. Është hezitim, dhe hezitimi është shumë më i lehtë për të duruar. Një ditë pa paralajmërim më telefonoi. Jam në qytetin tuaj, tha. Nëse ke kohë, e mora frymën thellë. Shkova ta takoj. Kur u ulëm, ajo pyeti për shëndetin tim. Pastaj pas një pauze të gjatë, pyeti për gruan time. Dhe pastaj për vajzat. Nuk ishte bisede ngrohtë, por ishte reale. Nuk ishte refuzim, ishte përpjekje. Disa javë më vonë, erdhi në shtëpinë tonë për herë të parë. Gruaja ime e priti me respekt, pa teprime, pa përpjekje për të dukur ndryshe. Vajzat u sollën natyrshëm. Asgjë e sforcuar, asgjë perfekte. Mamaja i vëzhgonte, sidomos vajzat. I shikonte teksa qeshnin, teksa flisnin me njëra tjetrën, teksa më kërkonin ndihmë për diçka të vogël. Nuk tha asgjë atë ditë, por kur u ngrit për t'u larguar, më tha, janë fëmijë të mira. Ishte hera e parë që nuk i quajti problemi yt, bara jote, apo thjesht nuk i përmendi fare. Ishte një fjalë e thjeshtë, por për mua ishte një kapitull i ri. Nuk u bëm familja ideale. Nuk ka darka të shpeshta, as përqafime të ngrohta mes tyre, por ka respekt. Dhe ndonjëherë, respekti është forma më e pjekur e dashurisë që një njeri mund të japë. Sot e kuptoj më mirë edhe nënën time.
jo për ta justifikuar, por për ta kuptuar. Ajo u rrit në një botë ku zgjedhjet personale shiheshin si rrezik për rendin, ku fëmijët nuk ishin individ, por vazhdimësi. Dhe unë e theva atë rregull, jo nga rebelim, por nga nevoja për të qenë i sinqert me veten. Nëse do të kthehesha pas, do ta bëja sërish të njëjtën zgjedhje. Jo sepse ishte e lehtë, por sepse ishte e drejtë për mua. Dhe kjo është diçka që e kam paguar, por edhe kam fituar. Kam fituar një familje që nuk u ndërtua mbi gjak, por mbi qëndrim, mbi durim, mbi zgjedhje të përditshme për të mos ikur kur bëhet e vështirë. Dhe kam mësuar një të vërtetë që nuk ta mëson askush kur je i ri. Ndonjëherë, për të qenë një djalë i mirë, duhet të pranosh që të mos jesh djali që të tjerët imagjinuan. Kjo është historia ime, jo si shembull, jo si moral, thjesht si dëshmi që jeta nuk pyet gjithmonë për zakonet, por gjithmonë të pyet për guximin.